Me shtë emision 05, pas pjesës e marketingut jemi tashmë prap në studio dhe është nëse veçantë që tashmë tëftuar kam gazetaren më të mirë të vitit 2023, njëkohësisht kolege, gazetare dhe redaktore në televizionin Festina, Çliresa Hasani. Përshëndetje Çliresa. Përshëndetje Egzon, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi të jem në 05. Faleminderit kënaqësi për neve që je bashkë me neve. Çliresa, e dim se së fundmi keni marrë çmimin gazetarja më e mirë e vitit 2023, na trego çfarë ndjenje kjo për ju? Po e vërtet Egzon, një kënaqësi shumë e madhe. Në një aktivitet që e organizoi Drejtoria e Kulturës këtu në Ferizaj me rastin e pavarësisë Kosovës, u bë shpallja e sportistit vitit. Tradicionalisht vlerësohet gazetari sportiv, vlerësohet ose mediumi. Në këtë rast ke fjala për gazetarin më të mirë të vitit 2023. Nuk e kam ditë, pavarësisht që kam qenë moderatore e këtij eventi, nuk kam qenë në dieni se do të ndahet ky çmim për mua, se ky çmim e kam ditë që do të ndahet. U shokova edhe në skenë kur u përmend emri jam, ke një kënaqësi që ndoshta nuk mjaftojnë fjalët me e shpreh sepse është vlerësim. Nuk ka të bëjë ndoshta me një çmim si çmim gazetarja më e mirë, ka të bëjë me respektin, me vlerësimin dhe me mirënjohjen që i është bë punës time dhe sigurisht më ka bë mundje tepër mirë, po të njëjtën kohë edhe të jetë vlerësuar. E dim se ta fitosh çmimin gazetarja më e mirë nuk është as pak e lehtë. Pra do të thotë kjo që viti 2023 ka qenë i ngarkuar për juve? Sigurisht dhe jo vetëm ndoshta viti 2023, po me që fitova këtë çmim, sigurisht viti 2023 ka pas sfida të ndryshme, ka pas shumë angazhim, ka pas shumë punë, po këtë çmimi si duket ka ardhur kështu pas një pune shumë të mirë dhe ka qenë si një kuror e krejt punës që është bërë gjatë këtij viti. Gazetaria si profesion për gjithë ata që e punojnë këtë punë, po ndoshta edhe tash për shkak të teknologjisë dhe zhvillimit, po kemi mundësi më tepër me i shfaqë edhe sfidat tona të përditshme, po sigurisht që nuk është e lehtë krejt puna dhe krejt angazhimit që bëhet në bazë aditore. Por ndoshta ajo kënaqësia, ajo qefi, ai motivi që me bë gazetari cilësore, gazetari të panshme, gazetari drejt, është mbi të gjitha kjo dhe sigurisht lodhja nuk vrehet kur e punon punën që e dëshiron, punën e bën me pasion dhe mundohesh me dhënë maksimumin çdo ditë. E the gazetarit panshme edhe të palodhshme. Është e vështirë kjo, sepse gjatë tërë vitit, një vit i plot, edhe ke sfida të ndryshme. Ndoshta ndonjëherë edhe duhet të anosh, them ashtu, nga njëra palë. Ti si e kalon këtë? Sigurisht sfida ndoshta më e madhe është kjo, panshmëria. Po kjo tashmë te unë personalisht, po edhe te gjithë punat që bëhet në televizion, është bërë një lloj i traditës kështu i punës tonë përditshme dhe ndoshta në fillim ka qenë më problematike kjo çështje, por me që është bërë një kohë e gjatë që po merrem me këtë profesion, jemi mundu me evitu prej ditës në ditë. Është e vështirë në raste ku bëhet fjalë për raste më të ndihshme dhe për çështje më të ndihshme, ku dihet se në rand të parë ne jemi njerëz dhe sigurisht prej situatave të ndryshme prekemi dhe na bëjnë ndoshta me undi më keq, e harrojmë profesionin nganjëherë për shkak edhe të etikës, po mundohemi gjithmonë me qenë panshëm, me qenë gjithmonë të e mbrojt profesionin tonë, po të njëjtën kohë duke u mundu me bë më së miri, sepse dihet edhe kuptohet që ndoshta edhe ne bëjmë gabime, nuk ka njerëz të pagabueshëm, kjo nuk diskutohet. Çliresa, e përmenda në hyrje se je edhe gazetare dhe njëkohësisht edhe redaktore në televizionin Festina. Çfarë ndjenje të punosh për televizionin Festina? Në fakt, gazetaria është ëndra jam prej e vogël kur kam qenë dhe mundësia që më është dhënë me punu në televizionin Festina për mu ka qenë një sukses qysh në start. Qysh kur ka fillu, qysh kur e kom nisë punën këtë televizion, për mu ka qenë një arritje që nuk kom besu se kam e mu dhënë mundësia në një moshë relativisht të re. Dhe në fakt, gjithmonë, çdo ditë i gëzohem këtij fakti, sepse e bëj punën me vullnet, mundohem me kry punën në mënyrën më të mirë të mundshme
dhe televizioni Festina mi ka dhënë krejt mundësit me e shfaq talentin tem, me shfaq vullnetin tem çdo ditë. Kjo vrehat edhe prej lajmeve, prej edicionit lajmeve që e bëjmë çdo ditë, mandej edhe në emisionin Progres, cilin unë e drejtoj. Po sigurisht edhe në bashkëpunime me kolegët që e kemi, e përmendet që jam redaktore, kjo është një pozitë tjetër që më është besu pas një kohe përvoj pune në këtë televizion, dhe sigurisht është një pozitë, është një nder fillimisht, po është edhe një pozitë që unë nuk e etiketoj si pozitë në atë aspektin që mos me ushtru punën time ndoshta ashtu si që duhet dhe mos me pas bashkëpunim pikë së pari, bashkëpunim kolegial, mandej vim pozitat dhe puna kështu në vazhdimsi. E përmende edhe emisionin tënë Progres, që pa dushim se do hyrim të kjo pjesë, por pasi që jemi këto. Na trego sa vite u bën nga fillimi edhe sa është e vështirë udhëheqja një emisioni si Progres? Tashmë 3 vite. Se dimi autora dhe prezentuese e emisionit. Po, emisionin Progres ka 3 vite e më shumë që e drejtoj edhe që e kemi caktu si pjesë të emisioneve në agjendën e televizionit. Në fillim e kemi ditë që do të trajtojmë tema të ndryshme, po nuk e kemi ditë që do të zgjat kaq shumë. Po kjo nuk ka qenë ndoshta shumë sfidë, pavarësisht që nuk është se ka qenë edhe lehtë me siguru musafir në çdo javë, sidomos kur bëhet fjalë për një region të caktuar, sepse si televizion lokal sigurisht kjo është sa e mirë, po aq është edhe e vështirë që dhe më na i vështirësu shpesh herë punën edhe angazhimin tonë. Po, jemi mundu çdo herë prej javës një javë me trajtu tema më aktuale, pavarësisht që kjo s'ka qenë e mundur gjithmonë. Këtu ndoshta duhet falenderojmë patjetër gjithë musafirët që nuk kanë hezituar me u bë pjesë e Progresit, pavarësisht që ndoshta në fillim krejt kur kemi startu, nuk u ditë shumë lloji i emisionit, nuk u ditë shumë çfarë gazetare, çfarë moderatore mund të jem unë, por tash kur jam bërë më shumë se 3 vite, sigurisht nuk është më aq problem, pasi po njihemi, tashmë janë edhe qytetarët, edhe publiku, është familiarizuar me këtë emision, edhe kemi çdo ditë kërkesa edhe prej zyrtarëve dhe personave të ndryshëm për të bërë pjesë e Progres, sepse nuk mjaftojnë ndoshta disa lajme në ditë, disa çështje që i trajtojmë në edicion të lajmeve, gjithmonë ka nevojë dhe hapësirë për me u diskutu më shumë, më gjerësisht, edhe sigurisht ndoshta me u ballafaqu me të vërtetën dhe të pavërtetën. Po. Falë më shumë ndoshta për përparësitë edhe të mira që ka emisioni, por jo çdo herë edhe shëtha edhe vetë është ndoshta java më e mirë. Ndonjëherë mungon musafiri ose diçka. Na tregon ndonjë vështirësi që ke hasur tër këto vite, sepse 3 vite emision edhe mos me pas vështirësi, s'po besoj. E thash edhe vetë që është problem kjo çështja e sigurimit musafirëve të ftuarve, sepse shumë herë ndodh që kemi tema shumë të mira për t'i trajtu, mungon çësia, mungon bashkëpunimi i të ftuarve, nuk kanë kohë, janë të angazhuar, dihet që ndoshta personat zyrtar kanë angazhime për shkak të punëve tyre të përditshme. Kjo është një sfidë në vete, sfida tjetër është tek financime ose tek sponsorizime, kur dihet që Ferizaj është qyteti i dytë për nga zhvillimi ekonomik, dhe ne jemi nisë ndoshta pak prej kësaj, kemi prit shumë prej bizneseve tona, kemi prit shumë që do të na përkrahin, jo se nuk kemi pas përkraje, patjetër vlen këtu ndoshta për t'i falenderuar gjithmonë sponsorët të cilët kanë besuar në punën tonë dhe në bashkëpunimin tonë që nga fillimi e deri më tash, sepse kemi pas her pas here bashkëpunim me disa prej bizneseve të këtushme. Por kjo nëse do të përmirësohej me kalimin e kohës, sigurisht se do të rritej progresi, do të shtohej edhe volumi i punëve, sigurisht edhe musafirët ndoshta do të ishin më lehtë të qasshëm, pasi reklama, promovimi i bizneseve ndikon shumë edhe në rritjen dhe kapacitetet e emisionit. Po, krejnë fillim e the se gazetaria ka qenë një ndër jotja. A ka qenë gjithmonë nga fëmiria që të punosh në këso formati? Unë kur kam qenë e vogël, gjithmonë kam qenë në mes të gazetarisë dhe avokaturës. Kjo krejt pasi gjithmonë kam qenë me
kam dasht me qenë në anën e të drejtit, të njëjtën kohë kam dasht me ngritë zërin për padrejtësi dhe atyre që u bëhet padrejtësi, dhe njëra dhe tjetra si profesione sigurisht të dyat lidhen ka pak me këto padrejtësit e jetës, po të njëjtën kohë edhe me qitë në pa të vërtetën. Unë kur e them që ka qenë ëndra ime gazetaria, gjithmonë e kom pa veten në studio të mëdha, në studio të moderu, në studio kudo qoftë, edhe nëse është madje vogël, e kom pa gjithmonë veten me një mikrofon dorë, me një fletë, të moderu, të drejtu, përveç punës si gazetare në televizion, kështu zyrtarisht, unë ka herë kam nisë punën edhe si moderatore e eventeve të ndryshme, e kujtoj kur kam moderu në ngjarjet shkollore, fillimisht kur kam qenë krejt më e vogël. Ka qenë për mu një përvojë shumë e mirë dhe të njëjtën kohë që më ka bë me u ndje vlerësume dhe respektume, dhe ndoshta atëherë nuk e kam ditë shumë impaktin që mundet me pas të unë, më ka duk veç ndoshta po ma bëjnë qefin, ose ndoshta veç po e krymë si promovim, si proces që ka qenë një aktivitet shkollor, po krejtash që u bë një kohë gjatë, nëse kthehem mbrapa, e shoh që krejt ajo ka ndikuar në vetbesimin tim para publikut dhe çdo herë, çdo aktivitet e ka pas një ndikim të veçantë te unë dhe te profesioni. Është dallim i madh, sepse të udhëheq është një emision, je vetëm me musafirin aty. Po të prezantosh një event para një mase, çfarë ndjenje për ty? Të kesh publik para vetes? Është emocion i veçantë po besoj kjo? Absolutisht, është emocion që ndoshta nuk mundesh shumë me shpreh, pasi çdo kush që del para një publiku të caktuar e ka një ndjesi ndryshe. Unë pothuajse shumë shpesh, nëse jo një herë në javë, paktën një herë në muaj më vjen me moderu dikun, dhe këtu vlen për me falendëru patjetër komunën e Ferizajt që kam bashkëpunim të mirë me ta, dhe sigurisht i falenderoj për respektin që ma bëjnë me ftesa të ndryshme, po jo vetëm komuna, ndoshta edhe krejt bashkëpunëtor të ndryshëm që i kam pas prej kohës në kohë. Në fillim kur kam dalë e di që gjithmonë kam pas emocione, ndoshta emocionet i kam edhe tash, sepse nuk është, siç e the edhe te, nuk është e njëjtë sikur me dalë vetëm para kamerës. Njerëzit e thjesht i frigohen kamerës. Edhe kamerës, po. Ne jemi mësuar me kamerën për ditë, nuk është se i frigohemi, nuk është se i frigohem as masës, as publikut përpara, sepse tashmë jemi mësuar me këtë punë, po gjithmonë është një emocion ndryshe. Po besoj që këto emocionet e mia janë në fillim, ndoshta 2-3 sekondat e parë. Edhe ambientona me skenën, ambientona me skenarin, me ambientin, me atmosferën që është aty, dhe gjithçka shkon mirë. Pavarësisht që ka raste kur ndikon edhe lodhja, ndikojnë edhe streset e punës përditshme, ndikon mandej edhe rasti prej ndryshe është me moderu ndoshta një akademi solemne, ndryshe është me moderu një akademi mortore ose përkujtimore, ose të njëjtën kohë me moderu një aktivitet krejt festiv. Padyshim. Çliresa, tashmë të flasim pasi që vitin 2023 u zgjodhe si gazetarja më e mirë. Ta ka rrit kjo dëshirën edhe më shumë ndoshta për të punuar këtë vit? Sepse të fitosh një herë çmimin, po besoj që tashmë është dëshira edhe për herën e dytë të fitosh radhazi këtë çmim. Padyshim, një çmim i fituar ose një mirënjohje e caktuar është tetë motivuese. Po ky çmim si gazetarja më e mirë ka ardhur pas disa viteve përvojë pune, dhe deri të martën kur vetë se morra këtë çmim, unë kom punu njëjtë. Tash edhe prej të martës e tutje, po vazhdoj me punu njëjtë, pavarësisht që ka ndiku në disponimin tim, ka ndiku pak ndoshta edhe tek publiku, që tash publiku po më sheh me një sy tjetër, sepse po më njohin më shumë, po e din që herë do kur do vlerësohet puna që ti e bën, sepse pavarësisht që jam ndoshta prej personave që dal çdo ditë në televizion, jam çdo ditë para publikut, jam çdo ditë me publikun, nuk është se më njohin shumë ndoshta edhe si personalitet, më njohin më tepër përmes zërit, ose me raste të caktuara përmes
takimeve të ndryshme, po jo çliresën si personalitet ose si karakter. Kështu që ky çmim sigurisht më ka bën nder duke më vlerësu, po të njëjtën kohë edhe të motivu me vazhdu tutje, mos me ndalë, sepse ndoshta ky është vetëm fillimi i çmimeve, po shpresoj. Po shpresoj me ne bashkë. Çliresa, të flasim pak edhe për televizionin Festina pak më shumë. E the që je falenderuese gjithmonë që të është dhënë hapësirë mirë, po na trego ti si redaktore si është televizionin Festina në qytetin e Ferizaj, duke ditë se kemi edhe mediume tjera. E kujtoj, unë jam e para kështu që kam i fillu me punu në televizionin Festina, pasi që ka pauzu televizionin një kohë gjatë. Edhe kur u rikthym kështu si televizion, për mu ka qenë sfiduese me depërtu në gazetarinë ferizajase, dihet këtu që ka edhe televizione tjera lokale. Ferizajasit janë njihen kështu në Kosovë edhe për gazetari, ka gazetarë shumë të mirë që kanë dalë pikërisht prej televizioneve lokale. Kjo ka qenë për mu sfida e parë kur jam ballafaqu si gazetare në një televizion lokal, pasi që ka qenë e vështirë, po e përsëris, me hy në fushën e gazetarisë në një televizion lokal. Nuk më ka njoft njerëzit, është dashur me u prezentu për ditë kush jam, prej nga vi, pse kam interes më merr me këtë çështje të caktuar, po me kalimin e kohës u kaletëm. U kaletëm edhe me paragjykimet, u kaletëm me pyetje të shumta, u kaletëm edhe me refuzimet që na u kanë bërë në fillim. Po kjo krejt nuk ka zgjat shumë, pasi që të punu çdo ditë e kemi dëshmu që jemi televizion i serioz, të cilët punojmë drejt dhe pa i hyrë në hak askujt, po e quaj kështu. Ashtu. Kemi pas shumë kolegë që na u kanë bashku me kalimin e kohës. E thash edhe ma herët që ndërsa jam bërë redaktore, ka kalu një kohë që kam qenë gazetare, mandej edhe autore dhe prezantuese e emisionit Progres. Dhe krejt kjo punë ose krejt ky bashkëpunim e ka sill mandej edhe pozitën, po pozita sigurisht nuk ka ndiku në bashkëpunimin dhe në punën tonë që kemi bë për ditë, po e ripërsëris si televizion lokal, vazhdon të jetë emri i parë që i kujtohet ferizajasve, po edhe më gjerë. Ashtu. Tashmë e dim se televizioni Festina numëron disa emisione të formateve të ndryshme. Të flasim nga pak për secilin prej tyre, apo vetëm pika të shkurtra na trego se cilin e vlerëson më shumë. E dim se është ndoshta e vështirë ti ndosh sepse janë gjithë të një televizioni, jemi një, por ti si ishe emisionin në televizionin Festina? E the edhe vetë, është e vështirë me i ndas, sepse jemi mundu që me i prej krejt fushat nga pak. Duke u nisë edhe prej emisionin 05 që është pjesë e showbizit, që ka trajtu tema të ndryshme, ne i dim tashmë edhe impaktin që e ka ky emision tek publiku, ndoshta edhe ma tepër ka ndiku me u njoh televizioni, ka pas një shikueshmëri që ndoshta nuk ka nevojë edhe me fol për të, sepse dihet e dim publiku, edhe me që jam të te, ndoshta nuk është mirë më të livdu, më të lavdu kështu para syve, po vlen me theksu që është emision shumë i mirë edhe ka trajtuar dhe ka pas mysafir të ndryshëm, po që janë emrat më eminent momentalisht Kosovës, të botës së showbizit sigurisht. Po kemi pas, si që thash, emisione të ndryshme, sikur që është Progresi, mandej emisionin Ka Ëndrrën që i trajton temat për adoleshent, kemi pas emision sportiv, emision me edukat fetare, emisione të ndryshme, po e përsëris që janë secili me tematika të ndryshme. Është vështirë me nda, pasi është bërë një punë disa vjeçare në secilin emision. Kështu që përderisa shikohen, unë besoj fuqishëm që kanë vlera, nuk është se nuk kanë vlera. Po, Çliresa, për fond diçka tjetër nëse kemi përmeshtu, nëse kam harru? Jo, Egzon, unë të falenderoj shumë që më ftove, sepse gjithmonë për gazetaria vlen me folje dhe me isqaru ndoshta prej një këndi tjetër. Vetëm se ftoj publikun me e shiku 05-shin, po të njëjtën kohë me e shiku edhe televizionin Festina çdo ditë e çdo natë. Faleminderit shumë, kënaqësi që të patëm studio. Faleminderit shumë edhe juve. Me ishte emisionin 05 ishte kjo tëra që kemi përgatitur për sonte. Deri shtunën e ardhshme, natën e mirë.